Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Sot është data 29 muajti 4 viti 2026, pra është e mërkurë. Dhe, si zakonisht të mërkurave, dikujt i shkruhet mirë, dikujt i shkruhet keq. Por, në mbrëmje të mërkurave përherë ka gjallëri. Ose për shkak të ndeshjeve të futbollit që luhen në Ligën e Kampionëve, ose me deklaratat që ruhen për në mbrëmje për të thënë nga politikëbërësit gjëse me çka kanë të merren natën deri nesër pra adhuruesit e tyre. Dhe ndodhen befasira të ndryshme. Ka dalë sonte në mbrëmje Nikolovski, ministri i transportit dhe lidhjeve, si dhe zëvendës kryeministri i parë nga radhët e VMRO-s, dhe thotë: nga nesër në qarkullin vjetë dhe një Trevenishtës, me çka përfundon edhe një segment tjetër i autostradës Orër-Kërçov. Krejtë në rregull, ne e përshëndesim, aty bie aplauzave. Dhe, mirë po, kush na e thot? Nikolovski ende s'ka përfunduar muj 2 standarde për të njëjtën infrastrukturë. A nuk ishte ki Trebenishti që bënte perimetrin e UNESCO-s të korridorit, tash për autostradën Orër-Kërçov nuk qenë ka problem. Shumë interesant. Dhe ju e dini se unë baham i mençur. Në diskursin publik po vret një qasje dyfish dhe projekteve infrastrukturore strategjike në vend. Ndërsa autostrada Orër-Kërçov prezantohet si proces teknik në përmbyllje pa shumë polemika dhe me shumë harxhime, për 750 milion deri 770 milion euro tha do kushtoj, ende s'ka përfunduar, janë shtuar edhe 175 milion euro këtë vit. Korridori 8 mbetet i zhitur në debate politike, financiare dhe interpretime kontradiktore mbi prioritetet shtetërore. Kjo dallon jo vetëm në mënyrën e komunikimit institucional, por edhe në standardin në cilin vlerësohen projektet e mëdha zhvillimore. Ka një kontrast të dukshëm në mënyrën si trajtohen projektet infrastrukturore në diskursin politik, veçanërisht kur krahasohet rasti i autostradës Orër-Kërçov në debatet rreth korridorit 8 dhe njësë të Trebenishtës. Në rastin e autostradës Orër-Kërçov, çdo hap i punimit paqitet si sukses teknik dhe zhvillimor, duke theksuar se segmentet e reja si një Trebenistës po përfundojnë dhe po futen në qarkullim pa u problematizuar shumë dimensione me gjërë territorial apo institucional. Argumenti kryesor është funksional, lidhje më e mirë, përfundim një projekti të vonuar dhe përfundim për qarkullimin ekonomik. Por, kur diskutohet për korridorin 8, një projekt strategjik ndërkombëtar i lidhjes lindje prendim, retorika ndryshon. Aty shfaqen me shumë kundërshtime, përplasje politike dhe interpretime mbi koston, standardet dhe ndikimin financiar. Në këtë kontekst, figura si Aleksandr Nikolovski shpesh e kanë vendosur theksin te efikasiteti financiar dhe justifikimi i shpenzimeve kohëve të fundit, duke bërë projektin më shumë objekt debat politik se sa vetëm infrastrukturor. Ajo që bie në sy është selektiviteti i argumenteve. Te Orër-Kërçov theksohet nevoja për përfundim të shpejtë dhe vazhdimsi i punimeve, ndërsa te korridori 8 theksi zhvendoset te kostot, dyshimet me menaxhimin dhe te perimetri që përfshin UNESCO. Në këtë mes, çështja e Trebenistës dhe lidhja e saj me zonën e Ohrit është gjithashtu e dijshme, jo për shkak të UNESCO-s në vetë njën, po për shkak të afërsisë me një rajon të mbrojtur me gjërë si rajoni i Ohrit, i cili kërkon kujdes të shtuar në planifikim dhe zhvillim. Prandaj, çdo ndërhyrje infrastrukture aty duhet të kalojë jo vetëm testin teknik, por edhe mjedisor dhe institucional. Në thelb, problemi nuk është vetëm inxhinierik apo financiar, por edhe politik. Si vendos të standarde njëjtë për gjitha projektet strategjike, pa i ndarë në të pafoshme dhe diskutueshme sipas narrativës politike të momentit. Kur infrastruktura përdoret si argument politik dhe jo si politikë zhvillimore afatgjate, atëherë edhe rrugët, një dhe korridoret kthehen në tema përplasje, jo vetëm lidhje. Dhe e thash më herët, shumë gjëra interesante lehen për të mërkurën për shkak se që të ketë është si mesi i javës. Në mbrëmje, gjykata kushtetuese është deklaruar dhe thonë: është shfaqëzuar vendimi i kontestuar për urbanizmin në Tetov sjell nga Bilal Kasami. Fund vizatimit të vijë ndërtimore me sy. Gjykata kushtetuese në seancën e sotme mori vendimin që shfaqëzoi si antikushtetues dhe të paligjshëm vendimin e kontestuar për planifikim urbanistik të miratuar nga Këshilli i Komunës së Tetës në qershor të vitit 2024, kur kryetari ishte i komunës Bilal Kasami. Vendimi i gjykatës kushtetuese vjen pas një nisme të paraqitur një vit më parë nga Darian Sotirovski nga Tetova. Fund për sistemin paralel dhe abuzime urbanistike.
Sipas iniciatorit Sotirovski, ky vendim gjithësor paraqet një fitore të rëndësishme që jep fund përpjekje për vendosjen e një sistemi paralel të planifikimit urbanistik në Tetove, i cili është në kundërshtim të drejtë me ligjet shtetërore. Me shfuqizimin e vendimit komunal, vendim për përcaktimin e rregullave në planifikim urbanistik dhe zbatimin e parametrave brenda një parcele të përcaktuar ndërtimore, parandalohej një sër parregullësish në terren ndër të cilat vija ndërtimore me sy, shfuqizohet mundësia për përcaktimin dhe ndryshimin e vijës ndërtimore vetëm në proces verbal në vendngjarje. Shtëpi false me 8 banesa, ndalohet ndërtimi i objekteve me sipërfaqe të vogël 420 metra katror që regjistrohen si shtëpi banimi A1, por në realitet kanë deri në 8 njësi banimi duke anashkaluar rregullat për ndërtesa banesore A2. Pa pafingët të paligjshme dhe lartësi, ndalohet ridedikimi i hapësirës në fshati, në hapësirë banimi në kundërshtim me planin detyr urbanistik PDU, si dhe tekalimi i lartësive të lejuara të ndërtimit. Destinimi i palijuar, ndalohet lejimi i veprimtarëve komerciale B1 në objekte banimi A1, kur kjo nuk parashihet me plan urbanistik. Keqpërdorimi i bashkësive, ndalohet ringjallja dhe keqpërdorimi i bashkësive të banimit që kanë ekzistuar në të kaluarën. Pra, del një porosi nga Këshilli i Komunës nuk mund të luajë rolin e Kuvendit. Sotirovski thekson se me këtë ndërhyrje të gjykatës kushtetuese ndalohet zbatimi i akteve nënligjore që janë në kundërshtim me ligjin dhe pengohet që Këshilli i Komunës së Tetovës të marrë rolin e Kuvendit të Republikës duke miratuar vendime që zëvendësojnë ligjet. Në adresimin e tij ndaj publikut, Sotirovski drejtoi edhe kritika të ashpra ndaj politikanëve lokal, posaçërisht të bllokut Maqedonisë për heshtjen e tyre përballë kaosit urbanistik. Si qytetar mundemi me hapa të vegjël çdo ditë të shpërbëjmë të mirës publike, të shërbejmë. Këshilltarët dhe deputetët janë të paguar të zgjedhur jo vetëm për të shërbyer, por edhe për të luftuar për të mirën publike, le të vazhdojnë të heshtën dhe të miratojnë marrëdhëniet që çdo ditë shkatrojnë Tetonë. Po, her pas here, le të vazhdojnë të publikojnë fotografi me kryetarin e komunës Bilal Kasami, porositi Sotirovski. Dhe po e përsëris, unë e di se ju e dini se mbahemi mençur. Dhe te telegram.me keni një material mjaft interesant. Vendimi për urbanizim ra. A do të ketë përgjegjësi penale për Bilal Kasami? Dëgjoni me vëmendje. Shfuqizimi i vendimit për urbanizim nga gjykata kushtetuese nuk është vetëm një akt juridik, është një alarm i fortë për mënyrën se si është qeverisur Tetova. Kur një vendim shpallet antikushtetues dhe i paligjshëm, pyetja që lind natyrshëm nuk është vetëm çfarë ndodhi, por kush do të mbajë përgjegjësi. Vendimi i rrëzuar nuk ishte një gabim teknik i parëndësishëm, ai hapte derën për një seri abuzimesh urbane nga vizatimi i vijave ndërtimore me sy deri te manipulimi me destinim të objekteve dhe rritja paligjshme e katëve. Kjo nuk është thjesht keqmenaxhim, është një model i rrezikshëm i funksionimit të pushtetit lokal. Në qendër të kësaj historie politike dhe juridike qëndron edhe kryetari i komunës Bilal Kasami. Edhe pse vendimi është miratuar nga Këshilli Komunal, është e pamundur të ndahet plotësisht përgjegjësia politike e kryetarit nga proceset që ndodhin në komunë. Nëse administrata ka zbatuar një vendim të paligjshëm, atëherë dikush ka dhënë drejtim, dikush ka heshtur dhe dikush ka përfituar. Pyetja kyç është, a kemi të bëjmë vetëm me dështim politik apo me shkelje penale? Nëse provohet se vendimi është thirrur me vetdije, në kundërshtim me ligjin dhe për interesa të caktuara, atëherë nuk flasim më për gabime, flasim për keqpërdorim të detyrës dhe kjo nuk është çështje debati publik, por është çështje për prokurorinë. Ka vend për dyshim dhe debat publik, por jo automatikisht për përfundim se ka përgjegjësi penale. Duhet bërë një dallim i qartë. Çka ka vendosur gjykata kushtetuese? Fakti që një vendim i Këshillit të Komunës së Tetovës është shpallur antikushtetues dhe i paligjshëm do thotë se akti juridik bie, po kjo nuk kupton automatikisht faj penal për individ. Kur lind përgjegjësia penale? Për të pasur përgjegjësi penale ndaj kryetarit si Bilal Kasami, duhet të provohen elemente konkrete si për shembull keqpërdorimi i detyrës zyrtare, vendime të qëllimshme në kundërshtim me ligjin, përfitim personal ose për palë të treta, tekalimi i kompetencave ose bashkëpunim në shkelje që kanë sjellë dëm publik. Këto çështje janë që i heton prokuroria, jo që vendosen automatikisht nga një vendim i gjykatës kushtetuese. Cili ishte roli i kryetarit ndaj Këshillit? Vendimi i kontestuar është miratuar nga Këshilli Komunal, jo individualisht nga kryetari. Kjo është përndar përgjegjësinë politike dhe juridike. Megjithatë, nëse kryetari ka propozuar shtyrë ose zbatuar në mënyrë aktive vendimin e paligjshëm, atëherë mund të bëhet pjesë e hetimit. Çfarë duhet të ndodhë tani? Pas një vendimi të tillë, zakonisht priten verifikime nga organet hetuese që nuk do dalin asnjëherë, kontrolli i lejeve të dhëna mbi bazë të atij vendimi, që asnjëherë nuk do ndërmerret, dhe nëse gjenden shkelje me dashje, hapje procedurave penale. Më tepër nëse ju intereson e keni telegram.me, autori i kësaj jam unë. Dhe kam falendëruar në fund inteligjencën artificiale që ka bërë një fotomontazh. Dhe dini ku shkon Maqedonia? U hoq edhe ai që quhet qeveri teknike, me 70 vota për, 11 kundër,
dhe nuk ka më qeveri teknike, do të kenë edhe këto zgjedhje dhe më nuk do ketë. Dhe dini mendimi personal që është, mire bën që e hoqë. Nuk jam akmarrës, por jam dishues për diçka. Janë, pra, në bazë të marrëveshjes së Përzhinës 2 është thënë se aty do të jetë prezent edhe një gazetar i cili do mbaj anën e parës shqiptare. Në një bisedë, flas për vitet 2021, në një bisedë, njëri prej liderëve politik, nuk do të përmendi emrin, të bllokut shqiptar, s'është rëndësia, ishte pozita Zokua, na tha, ma gjeni një emër prej gazetarëve, dhe asgjë tjetër, por të merr një 1500 euro sa të zgjata 3 muaj zgjatë qeveri teknike dhe të luaj rolin e saj. Okej, u angazhuam 2-3 veta, e gjetëm një djalë të ri, edhe moshës 25-50, nuk do përmendim, është gazetar, punon në një televizion, dhe ja dërguam emrin. Dhe krejt qef, më në fund dhe marrë njëri prej kolegëve tanë diçka. Dhe dini çfarë ndodhi? Del atje, vetë ai e lexon një gazetar nga Gostivari, i cili s'ka lidhje, nuk që thënë me gazetarinë, mund shkruaj në një poezi të mirë, po me gazetarinë nuk ka lidhje. Edhe pse ka punuar, edhe gazetar, edhe ndërtues, çfarë nuk ka punuar, sve zhivo si thënë këto. Mirë po, i afërt me pushtetin, me LSDM. Nuk e kishin ditur. Dhe ky tipi që na tha neve, sot asaj dite ul kokën, kalon sikur kalon në përmes Varezën. Për atë edhe më është bërë qefi shumë që hoqën këtë qeveri teknike. Ka shumë rena, shumë dështime. Dhe BDI-s normal kjo nuk i konvenon, mire tha Mickovski. Pajtohem nga njerë me disa të dhëna, por në prendi jo. BDI-a pati 20 vite, pse nuk ndryshoj edhe këtë edhe shumë gjëra të tjera. Pra, atëherë unë do mbahem pak i mençur. A dini se Republika Maqedonisë së Veriut është në buzë të dështimit. Rruga drejt prokurat nuk është teori, por paralajmërim real. Dhe ju ftoj që të ndiqni diçka shumë interesante, që e ka dhënë një ish tetovare, një deklaratë tash ministre e financave, është nga Tetova, po flas si vajzë, është diku tjetër në Shkup jeton, por është tetovare. Dëgjoni se çfarë ka dhënë. Ka dhënë një deklaratë e cila jo që të rënë qetë, po edhe qeshësh, pra. Shumë shtete më të forta se Maqedonia mund të bankrotojnë, Maqedonia nuk do bankrotojë. Видете, во однос на тоа дека старе населението во цела Европа и ова е генерално проблем со демографијата, истото тоа што вие го зборувате, го зборувам и таму. Владата, напротив, јас сега колку што се сеќавам во изминатиот период во владата, председателот имаше средби со наши иселеници кои што се враќаат. И на запад вика состојбите не се такви какви што вие гледате, какви се случувањата, се очекува, значи тоа се некои проекции кои што ги имаат меѓународните финансиски институции, во следните 10 до 15 години големи европски земји, околу 10 кои ќе банкротираат. Тоа значи дека нашите луѓе кои што живеат низ Европа гледаат каква е состојбата, што не можеме да кажеме за нас, напротив, ние сме поздравени од страна и на Меѓународниот монетарен фонд и од страна на Светска банка во однос на консолидирањето на буџетот. Pra, vetëm Maqedonia nuk bie në atë grup, thot kjo zonja Ministresha e Financave. Kanë kaluar disa kohra të komunizmit dhe mendime komuniste. Mirë po, jetojmë në një shtet ku ende veturat e viteve 2000-2010 kushtojnë prej 3.500 deri 5.000. Jetojmë në një shtet ku ende, qisto shqip dhe thëmë, shtëllavaten kilometrazhe. Dhe kërkush nuk më përgjithësi, asë njëri. Atëherë, unë të mbahem i mençur. Ku gjendet Maqedonia e Veriut? Është në buzë të dështimit. Rruga drejt prorektoratit nuk është teori, por paralajmërim real. Maqedonia e Veriut po përballet me një krizë që nuk është vetëm ekonomike, por thellësisht politike dhe institucionale. Kur korrupsioni bëhet sistem, kur drejtësia perceptohet si selektive dhe kur qytetarët humbin besimin në shtet, atëherë alarmi nuk është më i brendshëm, ai bëhet ndërkombëtar. Pyetja nuk është më nëse ndërhin faktori jashtëm, por kur dhe në çfarë forme. Në Maqedoninë e Veriut shenjat e dobësimit të shtetit janë të dukshme. Borxhi publik në rritje, varësia nga kredite jashtme e dukshme, administrate politizuar dhe një sistem drejtësie që shpesh nuk arrin të ndëshkojë korrupsionin në nivele më të larta shtetërore.
Kjo krijon një realitet të rrezikshëm ku shteti ekziston formalisht, por funksionon dobët në praktikë. Nëse ky trend vazhdon, skenari i ndërhyrjes ndërkombëtare nuk është më hipotetik, modele të tilla kanë ekzistuar në rajon ku për shkak të krizave të thella, faktori ndërkombëtar ka marrë rol mbikëqyrës apo edhe vendimmarrës. Shembull më i afërt është Bosnia dhe Hercegovina, ku zyra e përfaqësuesve të lartë ka kompetenca që të kalon institucionet vendore, një realitet që tregon se kur shteti dështon, sovraniteti bëhet relativ. Edhe në Kosovë për një periudhë të gjatë pas luftës, ndërkombëtarët kishin rol kyç në drejtimin e institucioneve përmes misionit të UNMIK dhe ULEX-it. Këto ndërhyrje sollën stabilitet fillestar, por gjithashtu krijon varësi dhe vonesa në ndërtimin e kapacitetit të brendshëm. Në RMV, rreziku nuk është vetëm ekonomik pra, në Maqedoni, është rreziku i një shteti që nuk arrin të reformohet nga brenda. Integrimi në BE shpesh paraqitet si rrugë shpëtimi, por pa reforma reale ai mbetet slogan politik. Nëse institucionet vazhdojnë të dobësohen, ndërhyrja ndërkombëtare mund të paraqitet si zgjidhje teknike, por në thelb është dëshmi e dështimit publik të pushtetit VMRO vlen. Ironia është se klasa politike mund të vazhdojë të ambientojë edhe në këtë skenar, duke deleguar përgjegjësinë faktorit të jashtëm. Ndërkohë qytetarët do mbasin jo vetëm mirëqenien ekonomike, por edhe të drejtën për të vendosur mbi fatin e tyre. Pra, Maqedonia e Veriut ende nuk është në prorektorat, por shenjat paralajmëruese janë aty. Nëse korrupsioni nuk rretohet realisht, nëse drejtësia nuk bëhet funksionale, dhe nëse institucionet vazhdojnë të kapen politikisht, atëherë rruga drejt ndërhyrjes ndërkombëtare bëhet e pashmangshme. Dhe kur kjo ndodh, nuk ka fitues, ka vetëm një shtet që pranon se nuk mund ta qeverisë veten. Për më tepër hyni në telegram.mk, aty do gjeni vazhdimsi të këtij materiali. Pra, është për të çuditur në Maqedoni çdo gjë shkohet drejt prorektoratit, pra dështim total i funksionimit të shtetit, edhe të shtetit i cili shqiptarët po e të gjitha, mos themi të drejtat, po të gjitha ato që janë të përcaktuara me kushtetutë. Bile këtyre ditë edhe njëri prej gjykatësve të gjykatës kushtetuese, profesori Osman Kadriu, thotë se është koha që të reagojnë partitë politike shqiptare, por ato nuk reagojnë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më te. Unë kam edhe një mendim për fund. E di se nuk më mene për të madhe, ama e kam një mendim. Dhe do shfaqja atë mendim. Për shkak se podcasti është imi dhe do shfaqja. Pasi paralajmërohen reforma në kodin zgjedhor, qeveria VMRO vlen, kërkon. Unë kam një ide për lirë. Pse mos të rishikohet edhe zonat zgjedhore? Është një padrejtësi e gjatë gjeografike dhe përfaqësuese që nga koha e PPD-s. Për çfarë bëhet fjalë? Pra, do ta them shkurtësisht. Shembull më i qartë është zona zgjedhore 6, e cila në teori duhet të përfaqësojë rajonin e Pollogut. Në praktikë kjo zonë përfshin edhe territore që nuk kanë lidhje të drejtë gjeografike me Pollogun, si Dibra. Pastaj komunat Mavrov dhe Rëstush. Pastaj pjesa e Kërçovës-Zajazi me fshatrat e ish komunës së saj. Çfarë lipin në zonën nëmër 6? Shkojnë vëlla në zonën nëmër 5. Edhe kështu këtu ngarkohen shumë vota dhe humben pastaj 2 deputet. Këto zona nuk përkojnë me shtrirjen natyrore të Pollogut dhe as nuk ndajnë kufi funksional me të. Nga ana tjetër, është një qytet i harruar nga pushtetarët shqiptar, Makedonski Brod, dhe disa fshatra që realisht prekin kufit e Pollogut janë vendosur në zonën 5, pra këto fshatra shqiptar, se është shëllitëri, Makedonski Brod gati se 80% e fshatrave janë fshatra shqiptar, kërkush këto nuk merret me këtë. Dhe ky konfigurim krijon dyshime dhe arsyetime se ndarja nuk është bërë mbi baza gjeografike apo administrative, por mbi kalkulime politike për balancimin e mandateve. Çka i duhet zonës nëmër 6 ta zëm komuna e Mavrovës dhe Rëstushës? Shkojmë me zonën 5. Çka i duhet? Për çfarë? Vetëm shtohet numri i deputetëve, shtohet numri i votuesve, të humbin 2 deputet? Pra, kjo sjell pasojë konkrete. Deformim të përfaqësimit real të qytetarëve, humbje potenciale mandatesh në zonën 6, krijimi zonave jo koherente që vështirësojnë përfaqësimin efektiv. Pra, në aspektin juridik, një ndarje e tillë bie ndesh me parimin e barazisë së votës dhe përfaqësimin profesional, që është thelbi i çdo sistemi demokratik. Prandaj, reformat në kodin zgjedhor duhet të përfshin edhe rishikimin e kufive të zonave zgjedhore mbi bazë të qartë gjeografike, demografike dhe funksionale. Çfarë i duhet Tetovës, komuna rurale e Jegonovës? Çfarë i duhet? Është pastër komunë e përgatitur nga territori dhe subjektet politike maqedonase. Pra, i vleni tash e ka mundësinë, thotë jemi ne shpëtimi shqiptar. Hajde. Kur bazgjë nuk ka mbarë këtu, më mbarë është ta lësh një të situatë siç e ke gjetë.
Pa njëri shpërndarje të drejtë territoriale, çdo reformë tjetër mbetet e pjeshme dhe e pamjaftueshme. Pra dhe njerë, zona nr. 6 mbi ngarkohet artificialisht për të prodhuar 20 mandate. Vota e qytetarëve deformohet, deri në 2 mandate potenciale humben për shkak të këtij konfigurimi. Krijohet një zonë pa koherencë territoriale dhe pa përfaqësim të drejtë. Kjo bie ndesh me çdo standard demokratik dhe me parimin bazë, një votë do të ketë peshë të barabartë gjithandej. Dhe. Pra, në verit nuk kemi thjesht një problem me kodin zgjedhor, kemi një manipulim të strukturuar të hartës zgjedhore. Dhe është fundi. Është pak material i gjatë nga Mesut Shabani, keni Telegram.muz. Pra, hajde vlen, reago. Kërko çfarë të duhesh, por bërë edhe një rindarje të re të zonave. Kështu që unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Pra ishim në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.